Në fshatin Gjurgjevik i Madh te malet e vogla gjendet një vend që banorët e njohin prej kohësh me emrin Vorri Plakut. Ky varr i vendosur në një zonë malore është kthyer në një simbol kujtese dhe respekti, i përcjell brez pas brezi përmes gojdhënave. Sipas rrëfimeve të banorëve të kësaj ane, historia e këtij varri lidhet me një periudhë të vështirë për shqiptarët e Kosovës, në kohët e hershme të sundimeve dhe represionit nga slavët bullgar, kur popullsia ishte shtypur dhe përndjekur. Banorët tregojnë se në atë kohë kishte mungesë të madhe ushqimi dhe varfëri të skajshme, ndërsa forcat e regjimit bastisnin shtëpitë dhe merrnin gjithçka që njerëzit kishin, deri edhe mielin e bukës. Në këto rrethana thuhet se një plak i panjohur për banorët ishte gjetur i shtrirë dhe pa shenja jete në atë zonë malore, me një fëmijë pranë tij. Ai dyshohet se kishte ndëruar jetë nga kushte të rënda dhe uria, ndërsa askush nuk ishte mundur ta identifikonte se kush ishte dhe nga vinte. Për shkak të pamundësisë për ta njohur, banorët vendosën ta varrosin atë vend dhe prej asaj dite varri u quajt Vorri Plakut. Edhe sot ky vend vizitohet nga shumë banorë, sidomos në ditë të veçanta fetare si Bajrami, ku disa shkojnë për ta pastruar dhe mirëmbajtur varrin, në shenjë respekti dhe për të mos u harruar historia e dhimbshme e asaj kohe. Kjo ngjarje mbetet një dëshmi e rrallë e vuajtjeve dhe sakrificave që populli shqiptar ka përjetuar ndër vite, ndërsa Vorri Plakut vazhdon të ruhet si një kujtim i heshtur në malet e Gjurgjevikut.